I nderuar kryetari i seancës, të nderuar kolegë, të nderuar miq të Bashkëpunimit Shqiptar Gjerman, të nderuar qytetarë. Sot, kur diskutojmë për mbylljen e zyrës së Fondacionit Hans Seidel pas mbi 30 vitesh veprimtari në Shqipëri, nuk jemi thjesht përpara një procedure formale. Ne jemi përpara një akti që simbolizon fundin e një kapitulli të rëndësishëm të mbështetjes gjermane në konsolidimin e institucioneve të shtetit shqiptar. Kjo na imponon jo vetëm mirënjohje, por edhe reflektim të thellë, sidomos nga ky kuvent, i cili ka detyrim të vlerësojë pse partnerët të besuar ndërkombëtar po largohen njëri pas tjetrit. Fondacioni Hans Seidel ka qenë mes institucioneve të para serioze perëndimore që mbërritën në Shqipëri, në një kohë kur vendi ynë kishte mungesë totale përvojash administrative, juridike dhe institucionale, pasi sapo ishim shkëputur në një nga diktaturat më të egra të Europës. Në këto 3 dekada, Fondacioni ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në rritjen e profesionalizmit të administratës qendrore dhe asaj vendore, forcimin e sistemit drejtësisë, modernizimin e qeverisjes vendore, rritjen e bashkëpunimit shqiptar-gjerman, forcimin e policisë shtetit përmes programeve të mbështetjes e trajnimit policisë tonë në policinë e landit të Bavarisë. Janë mira në punës juristë, drejtues institucioneve dhe specialistë të administratës që sot janë brenda karrierës së tyre në një pjesë kulturës profesionale që solli ky fondacion. Por për këtë ne jemi thellësisht mirënjohës dhe ne si opozitë këtë mirënjohje e shprehim publikisht dhe në respekt plot. Por sot duhet folur hapur për arsyet që e kanë çuar në këtë mbyllje. Zyrtarisht Fondacioni deklaron se po riorganizon aktivitetet e tij ndërkombëtare për probleme fondesh dhe kjo është e vërtetë. Por ne nuk mund të mbyllim syt për faktin se në Shqipëri, gjatë viteve të fundit, klima për bashkëpunim me organizatat serioze ndërkombëtare është bërë gjithnjë më vështirë. E them hapur, qeveria shqiptare ka demonstruar shpesh mungesë transparence, mungesë bashkëpunimi dhe madje edhe mosbesim ndaj institucioneve dhe fondacioneve perëndimore, sidomos kur ato kërkojnë standarde dhe llogaridhënie. Po ashtu, fenomenet e njohura të këtij regjimi si përdorimi klientelist i fondeve, abuzime me projektet e decentralizimit, politizimi i administratës, mungesës së kontrollit brendshëm, korrupsion i pothuajse të gjitha sektoreve përfitues në të gjitha niveleve, si qendror dhe ato lokal. Këto janë sinjale që dëbojnë investitorë serioz, fondacionet dhe partnerët ndërkombëtar që duan standard e profesionalizëm. Fondacionet si Hans Seidel nuk largohen nga vendet kur shohin transparencë, stabilitet dhe bashkëpunim të ndershëm. Ato largohen nga ato vende ku ndjejnë se kontributi i tyre nuk përputhet me realitetin institucional, ku reformat janë fiktive dhe ku korrupsioni mbetet pengesë kryesore për progres dhe e tillë është Shqipëria sot në regjimin tuaj. Dhe ky është një shqetësim që opozita e ka ngritur vazhdimisht. Partnerët perëndimor largojnë Shqipëria jo sepse Shqipëria nuk ka nevojë për ta, por sepse qeveria nuk ka vullnet t'i mbajë ata. Në emër të opozitës dhe të institucioneve që me të drejtë duhet të ndjejnë mirënjohje, duhet t'i shpreh falënderim të sinqert Fondacionit Hans Seidel dhe t'i falenderojnë për profesionalizmin, ndershmërinë dhe mbështetjen e sinqertë që i kanë dhënë Shqipërisë në kohë të vështira dhe në momente kyçe të transformimit të shtetit tonë. Por njëkohësisht ky largim duhet të jetë një kamban alarmi për qeverinë, kur partnerët serioz të perëndimit mbyllin misionet e tyre në Shqipëri. Ky nuk është sukses, por dështim i madh politik dhe institucional. Bllokimi i fondeve të IPARD nga Bashkimi Evropian për grandet e subvencionet në bujqësi është treguesi më i qartë i asaj se ju si rilindje keni bënë me parat e taksa paguesve evropian, amerikan e shqiptar, duke abuzuar e vjedhur çdo ditë. Opozita ka detyrimin ta thotë këtë qartë dhe ne do të vijojmë të bëjmë këtë jo për të fituar pikë politike, por sepse Shqipëria ka nevojë për bashkëpunim sinqert dhe të drejtë me partnerët e saj strategjik e jo për fasada dhe për propagandë. Duke shfrytzuar kohën, do ngrej edhe 2 probleme të zonës. E ka ngritur në Komisionin për çështjet e brendshme të mbrojtjes në paraqitjen e projekt buxhetit vitit 2006 nga drejtori i asaj agjencie, zoti Çako, ku ngrita shqetësim për situatën e rëndë shkaktuar nga rreshtet e ditëve të fundit në territorin e Bashkisë Has. Rreshtet e ditëve të fundit kanë shkaktuar dëme serioze në rrugët rurale të gjitha njësitë administrative, Gjinaj, Fajza, Golaj, Krum, të cilat janë shkatruar disa rrugë fshatas komplet. Këto dëme
po izolojnë 10 familje dhe po rrezikojnë qarkullimin e tyre të përditshëm. Kërkesa ime është e qartë. Bashkia Has ka nevojë urgjente për një shumë modeste, 25 deri në 30 milion lekë vjetra, për të kryer riparimet e këtyre rrugëve. Dhe po të doni të kurseni para e të mendoni për qytetarët, mjafton të hiqni dorë nga zbukurimet e godinave të ministrive dhe luksit shfrenuar Tiranës. Mjafton të kurseni vlerën e një dreke apo darke tek Nusreti dhe ja ku dalin parat për stabilizimin e gjendjes në Has. Një drek apo dark tjetër dhe sistemoni urën e lekbibeve dhe dëmet në tropoj. 2 dreka apo darka më shumë dhe zgjidhni edhe problemin e urës në fshatin Shtrez të bashkisë Kuks dhe gjitha dëmtimet që ka pësur nga rreshtit bashkia Kuks. Sepse shpenzimet për luks dhe abuzimet me parat e qytetarve, kjo qeveri i ka në filozofinë e saj biles shumë të shfrenuara. Ndërkohë, kërkesa e bashkisë Has për ndihmë emergjente për 300 familje të dëmtuara është pothuajse e papërfillshme nga fondet e rezervave të shtetit. 300 pako ushqime dhe 110 kujtal miell. Kaq pak kërkohet dhe as kjo nuk u afrohet atyre qytetarëve. Hasit, Tropojës dhe Kuksit nuk u duhen premtime e fjalë boshe, mashtrime të përvitshme, pasi atyre u duhen veprime konkrete për këtë problematika që u ngrita këtu në këtë sallë në parlament si përfaqësues legjitim i tyre. Faleminderit. Faleminderit zoti Çelaj, fjalën e ka zoti Bledion Nallbati, përgatitet